Krahas panajireve artizanale në qendër të qytetit, shpeshherë të pranishëm në këtë zonë janë edhe këto gra të cilat vijnë nga zona të ndryshme të Shkodrës dhe tregtojnë punimet e tyre me shtiza dhe grep. Punimet e tyre të endura aq bukur i shesin nga 300 deri në 1000 lekë të reja dhe ato që i preferojnë më tepër janë të huajt, thojnë artizanet. Mo por kam punu robacie pse edhe kam ma prish minisku i gjurit edhe kam vendosur të marrë me ba punë dorët. Edhe baj çarap, papuçe, gjithë çat e bojnë dikush me dorë baj vet. Ka interes? Pak. Kur vinë turistat në verë, edhe gjuhën e foli gjermanisht edhe kështu që merrem vesh me ta dhe për respekt më blen i gjatë. Po ti si mas gjupit me kanë gjupi madhe edhe 25.000 edhe 20 edhe 15 më pak edhe 5. Gjithë forjet, gjithë si tin materiali, si tin tana këto. Dalni shpesh këtu? Nuk dalim shumë shpesh. Nuk dalim. Po për festa dalim më shumë, edhe në verë. Nisi punë, se për e sheta. Çarap, krahola, të gjënë të bëjë. A është e vështirë me punu me xhepnera? Për një plaka tja se nasë, në atë me bëjtë të punë. Sa shitit një pol çarap? 3.000 lekë. 4.000 lekë. Kushtet e vështira ekonomike bëjnë që një pjesë e këtyre banorëve që vijnë nga njësitë administrative po shfrytëzojnë traditën e tyre për të vetë punësuar dhe mbështetur ekonomikisht familjet e tyre. Atmosfera festave që ka përfshirë qytetin e Shkodrës, si dhe rritja e lëvizshmërisë, duket se ka rritur edhe interesin e qytetarëve për punimet artizane.